Ju kërkoj ndjes se më ka ikur zëri, kështu që më lejoni vetëm 2 fjalë fare shkurtimisht. Shqiptarët kanë që ka viti 46 që luftojnë për pronën. Që ka viti jam 80 vjetë. Në regjimin e shkuar, prona u shtetëzua për gjithë. Në regjimin e tanishëm, prona i grabitet qytetarit që t'i jepet oligarkut. Pse ndodh kjo gjë? Sepse nuk ka ligje që të përcaktojnë se cila zonë është e mbrojtur, ku ka kullotat mbrojtura, ku ka hapësira publike që i takon gjithëve, ujë, burimet ujore, kullotat, hapësirat që i shërbejnë gjithë komuniteteve. Nuk ka ligje që t'i mbroj këto. Njëkohësisht, pronën publike, 35 vjet që njerëzit përplasin dyrëve të gjykatave për të marrë një certifikat pronësie, kanë dokumenta, mbi vendosur, hipotekat bëra lëmsh. Pse? Thelbësisht, sepse aty ku ka një burim ujor, një kullot, një hapësirë publike, një kënd lojrash, aty ku ka një park, aty ku duhet bëhesh një shkolla, aty oligarku ka interesin e vet. Aty ku është prona e tjetrit, që në kohën e zogut, nuk i jepet e drejta e pronës. Njerëz akoma i vijnë vërdall dhe nuk kanë marrë legalizime me 30 vjet. Arsyeja është e qëllimshme, sepse siç edhe kanë dëshmuar këto parti që na kanë qeverisur për 35 vjet, më kujtojnë atë shprehjen e Gonicës që thoshte që vërtet kemi Bajram dhe Pashk, po oligarkët i kemi bashk. Pra këta qëllimisht e zhvatin popullin nga prona. Dhe çështja është, çfarë do bëjmë? Çfarë do bëjmë të gjithë bashkë? Në qoftë se nuk krijojmë një front të bashkuar, në qoftë se nuk bashkohemi të gjithë, siç kemi bërë sot, në qoftë se, si në shembullin e sotëm, qytetarë dhe komunitete nga mbar Shqipëria nuk bëhemi bashkë, atëherë nuk ka për të pasur zgjidhje kjo punë. Kjo është e vetmja mënyrë. Prandaj ju lumt që jeni bashkuar sot dhe herën tjetër të organizoni protestë akoma dhe më shumë, mbështetjen tonë do ta keni gjithmonë.